e kom hu pesh, kom pos ma shumë vetë besim, kom pos ma shumë disiplin me shumë sene, dhe qaja më ka bo ma taftë në shkollë e tana. E bjen sporti që kështë sport më kalon një plus shumë madhë. Po, një farë mënyre këta që të pas kanë bulizu, që të pas kanë ngucë gjatë atyre momenteve të shkollës, pas kanë kriju një tjetër djallë, një tjetër mentalitet, atë të fuqishmin, atë të fortin dhe atë të disciplinushmin. Sepse pa disciplin nuk arrijet, as umbja peshës, as boksi, as një sport tjetër, apo jo? Qështu është. Dhe qëfar të ka bë që të vazhdojsh tutje? Po e supozojmë që janë ndalë këto nguca keqet me këta shokët e shkollës, e fitove një dashnit madhe për boksin, që të lahë me shku kështu për para. Qysh me thonë, dashnia dhe dhime janë shumë ngatë, shumë ofër. Nga ofër me njëra tjetër. Dhe boksit meqet e porë në amatër e kom po 70 meqe. E meqet e porë e kom fitu tana jam kon Bajri Shamajt, i bjen që qempion e në kovendit. Po. Dhe aty o kon mëra me të lija boba jam, e ka këqyrë në deshin, e ka thonë, djali jam, tha, e para edhe mëra me herë si po t'i këshyri meqet, se bëllëran ish me boksu e djali, bus me mujt minimu, dhe mas 3 mujt dite ka vdek. E tani o kon i lindim, një mërzi, e tana senet, dhe jam kon shumë i mbyllët. Mas që asoj, ku e kom paslo boksin, veç që me thonë jam kon dhe emocionun, një farë stresi, një farë nervuze, një farë mërzije, obligime, ndryshe, tana kanë ndryshu paketa, dhe boksi o kon për mu një ventil tjetës. E për që ta one, e kam këto si ventil tjetës, si tashni, si tana. E që shtu tani kom vazhdu edhe kom pos sukseset në amatër, tani dikur me 21 vjetë ja ka njës në profi, e që shtu step by step jam bon qempioni e Gjermonis, tani junior Weltmeister, tani 2019 Europa Meister, dhe që tash meqen e fundit e kom morë WBC, Rrypen, Middle East Champion, o kon live në televizor, dhe o kon e di që shumë e ronë, shumë e mirë. E kom fitu me një KO shumë të mirë. E kom dzu kondeshtorin, e kom qitë jashtë për i ringit, që të me thonë. Tamam. Tamam, që të shqiptarski, që shkim qef në adin me po njënit tjetërin. Po. Të fitu. E përmende momentin ndoshta më kulminant të drejtimit për profesionin, në këtë rast takimin me babën pas meqit. Dhe pas një kohë e baba pas ka ndru jetë, më janë shumë keq, ngushlimet e mija të lutën pranoj, por gjithsesi më intereson shumë di, të kam bështet baba, apo e tha që vish nuk ka me ardhë me të pamë? Më ka bështet gjithë,